sipas sistemit në Britaninë e Madhe do duhet të fitojnë 20% të mbështetjeve të Partisë Laboriste, që përkthehet në 81 deputet do duhet të mbështesin secili prej tyre. Nëse më shumë se një kandidat fiton më shumë se 80% të mbështetjeve, 80% nga mbështetjet e deputetëve, atëherë do të shkohet në një balotazh ku do të ketë vota nga anëtarët e partisë. Por ashtu siç e the edhe ti Andi, në këtë rast thuhet që mund të jetë më shumë një kurorzim siç njihet, nëse do të jetë vetëm njëri dhe do të ketë mbështetjen e shumicës së anëtarëve të partisë, që është Andy Burnham, thjesht do të zyrtarizohet edhe emërimi i tij gjatë korrikut me shumë gjas. Jo vetëm sondazhet, sepse ai është mjaft popullor, është një ndër politikanët më të pëlqyer në Britaninë e Madhe dhe në radhët e laboristëve, por gjithashtu ka edhe mbështetjen e partisë, sepse janë në një farë mënyrë entuziast për popularitetin e tij. Megjithatë duhet thënë që nëse do të bënim një profil të shkurtër të Andy Burnham, ka edhe skeptik në radhët e laboristëve, sepse ai pavarësisht faktit që gëzon një mbështetje masive mes popullit, njihet si një njeri i popullit për afrimitetin edhe që ka krijuar me qytetarët e vet kur ishte kryetari i bashkisë në Greater Manchester, është vlerësuar për faktin që ka punuar për politika dhe për të kthyer vëmendjen tek Anglia e Veriut, prandaj është quajtur si mbreti i Veriut, duke kërkuar pra një devijim nga politikat centriste të Londrës dhe një përshëndrim më të madh të rajoneve. Dhe kjo e ka bërë që të jetë një popullor dhe të ketë popularitet të madh mes qytetarëve. Megjithatë, shumë po ngren pikpyetjen sepse është një gjë të kesh popularitet, të kesh karizëm, të pëlqesh mes njerëzve për fjalimet dhe për oratorinë, dhe është një gjë tjetër që të dish të përballosh skenën qendrore që e ka kërkuar gjithmonë të Londrës dhe t'i përgjigjesh dhe të adresosh një sër shqetësimesh që kanë tani publiku britanik dhe populli britanik në adresë të laboristëve. Duhet të adresojë një sër problemesh ekonomike, çështjen e emigracionit që gjithashtu ka një impakt shumë të madh në Britaninë e Madhe, dhe ai deri më tani nuk është se ka pasur një platformë të qartë, pavarësisht siç thash që është një politikan karriere, në një farë mënyrë është edhe i jashtëm, ka pasur poste në kabinetin e qeveritar të Gordon Brown dhe gjithashtu të Tony Blair, ku ka qenë ministër i ri. Siç thash, ka shërbyer dhe si kryebashkiak i Greater Manchester, ku i është atribuar dhe njohur merita për faktin që e ka mbrojtur dhe ruajtur vendin gjatë kohës së pandemisë së Covid-19. Siç thash, njihet për oratorinë e tij, por ka disa skeptik në radhët e laboristëve dhe janë ata skeptik që kanë kërkuar hyrje në garë edhe të dy personave të tjerë që ndoshta kanë një profil më tradicional dhe ndoshta më të qëndrueshëm, të ngjashëm ndoshta më shumë me të Keir Starmer. Por laboristët kërkuan dhe populli britanik po sinjalizon që do një lider ndryshe dhe ndoshta Andy Burnham do të jetë ai që do të reformojë Partinë Laboriste dhe më pas edhe Britaninë e Madhe. Qartë. Le të flasim pak për krizën e njëpasnjëshme që ka përfshirë Britaninë e Madhe që nga koha e Brexit. Shumë interesante të dim se çfarë ka ndodhur. Kryeministrat pafund janë emra pafund, pra Theresa May, David Cameron, Boris Johnson apo Rishi Sunak. Jam kurioz të di ku janë ta, duke lidhur me situatën tonë. Ku janë akoman parti, janë të arthjesht apo janë shkëputur fare nga politika? Duhet thënë Andi që ka qenë një dekadë. Apo kjo është shenjë demokracisë, pra? Shenjë demokracie, por edhe kaosi në politikën britanike. Ka qenë një dekadë kaosi që ka nisur me referendumin për Brexit në vitin 2016 dhe pikërisht me David Cameron, i cili ishte kryeministri konservator në atë kohë me popularitet, por që e çoi Britaninë në një referendum për shkëputjen nga Bashkimi Evropian me bindjen se britanikët do të votonin pro qëndrimit në Bashkimin Evropian, por vota me 52% pro shkëputjes nga Bashkimi Evropian çoi dhe në fundin e David Cameron, i cili tha se nuk mund ta udhëhiqte vendin përmes këtij procesi. Pas tij ka qenë radha e Theresa May nga 2016 deri në 2019, nga qenë liderja konservatore, e cila kishte detyrën të negocionte marrëveshjen e divorcit me Bashkimin Evropian. Ka qenë një mision që u vështirësua në 2017 kur humbi shumicën parlamentare pas zgjedhjeve lokale dhe e pati të vështirë të siguronte dritën jeshile nga parlamenti
parlamenti për marrëveshjen negociuar prej saj me BE-n, marrëveshja e divorcit që mbante vulën e Theresa May u kundërshtua 3 herë dhe në atë moment u detyrua mes lotëve të jepte dorëheqje në vitin 2019, duke i hapur rrugën Boris Johnson 2019-ën, i cili erdhi si një lider karizmatik me një mision të veçantë, Get Brexit Done, të përfundojmë Brexitin, edhe ai e pati të vështirë, premtoi që të kthente qëndrueshmërinë politike dhe ekonomike në Britaninë e Madhe, megjithatë u përfshi nga një sër skandalesh, më i famshmi prej të cilëve ka qenë Partygate, gjatë kohës së Covid-19 u bën të famshme dhe bën buj imazhet që u publikuan në media të ndryshme dhe tabloide të kabinetit dhe qeverisë së tij që festonin dhe zhvillonin festa të fshehta në një kohë kur britanikëve u ishte kërkuar të rinin të izoluar në shtëpitë e tyre. Pikërisht pas një vale masive dorëheqjes prej 50 ministrash të gabinetit dhe pjesëtarëve të kabinetit të tij që u larguan, Boris Johnson u detyrua të largohej në korrik të vitit 2022. Liz Truss ka qenë pasuesja e tij si kryeministra më e shkurtër në historinë britanike, vetëm 49 ditë ka zgjatur udhëheqja e saj, erdhi me një reformë me një agenda radikale ekonomike me premtimin për të stabilizuar ekonominë.